Drejtuesi i politik i Partisë Demokratike në Shkodër, Luciano Boçi, vijoi turin e takimeve me banorit e rajonit numër 3 në qytetin e Shkodrës. I shoqëruar nga kandidatja Greta Bardeli dhe Senada Mehmeti, Boçi zhvilloi takim në zonën historike të Gjuadolit, nga ku theksoi se Shkodrësi duhet kthyer dinjiteti sa më parë, si kryeqendër e veriut të Shqipërisë. Dinjiteti nuk vendoset në një ditë dhe hiqet në një ditë. Dinjiteti është diçka e brendshme, ka të bëjë me vokacionin, me lirin, me atë që ka ndjen Shkodra në vetvete. Dhe këtë dinjitet, Rama është munduar gjithmonë ta godas, gjithmonë ta marrë nën kontroll, me format dhe mënyrat e tij të ndryshme. Dhe sot ngazëllehet sepse pretendon që këtë dinjitet ai e kontrollon. Qëllimi ynë është dinjiteti i qytetarit, dinjiteti i fëmijëve tanë, dinjiteti i trive tanë, dinjiteti i prindërve tanë, dinjiteti i motrave dhe i nënave tona. Në gjithë programin ton, dinjiteti i atyre që ne i themi ish pronar, por që janë pronar, dinjiteti i atyre që ne i themi ish persekutuar, por janë akoma të persekutuar, dinjiteti i atyre që janë larguar nga vendi dhe janë emigrantë sot, larg familjeve dhe shtëpive tyre, pranë thelbin e vet. Ajo Shqipëria madhështore ka atë anën njerëzore, ka dinjitetin ton, dinjitetin e qyteteve tona, janë duke e humbur në vazhdimsi atë identitet dhe rëndësi. Shkodra për pozicionin gjeografik është kryeqyteti i veriut, por sot nuk e ka këtë rol. Më 11 maj, Shkodra do ndëshkojë me votë qeverinë Rama. Partia Demokratike ka një plan konkret që Shkodrës t'i kthejë dinjiteti i mohuar për një të ardhme më të mirë.